Tani do lidhemi drejt për së drejti me qarshinë e Shkupit, ku ndodhet edhe kolegja jon Aida Ziberi, e cila po ndjek nga afër edhe vizitën dhe takimet e ekipit të ekspertëve dhe arkitektëve nga Turqia në komunën e Çajirit. Bëhet fjalë për një projekt të rëndësishëm që lidhet me hartimin e një master plani të ri urbanistik për komunën e Çajirit dhe Qarshin, me fokus të zhvillimi infrastrukturor, ruajtja e identitetit dhe krijimi i një vizioni më modern. Aida, më mirë do na tregon ajo për çfarë bëhet fjalë, do na tregon ajo se si është situata momentale. Aida, për çfarë po diskutohet konkretisht gjatë kësaj vizite, lutem na trego dhe të shpalosim edhe për ata që na shohin surprizat që i pret në komunën e Çajirit. Përshëndetje Gjanam për ty në studio, përshëndetje edhe për gjithë shikuesit që tani janë më me programin e TVM2, ashtu si që përmende edhe ti, ndodhemi pikërisht në zemrën e qarshisë Shkupit, një nga simbolet më të rëndësishme historike dhe kulturore të vendit tonë, asetin më të rëndësishëm që e konsiderojmë edhe ne shkupjanat. Komuna e Çajirit këtë ditë po mirëpret një ekip arkitektësh dhe ekspertësh nga Turqia, të cilët po zhvillojnë analiza në terren për hartimin e një master planin për dhe planin urbanistik të qarshisë së Shkupit. Ky projekt lidhet edhe me premtimet e dhëna gjatë zgjedhjeve lokale nga kreu i komunës së Çajirit, Izet Megjiti. Dhe këtu pranë meje tani kam edhe ideatorin e projektit të qarshisë së Shkupit nga Turqia, por që me prejardhje nga Shkupi kuptohet, e flet gjuhën shqipe, por që jeton dhe vepron atje Bajram Vardar. Përshëndetje dhe faleminderit që po bëni pjesë të programit ton. Po, përshëndetje. Unë shumë i kënaqur jam se jemi këtu. Na jemi në zemër e Shkupit. Zemrën e ka Shkupi, Qarshin, edhe jemi të Yiğit Pasha Center kulturore. Na jemi misafir i kryetarit İzzet Megjitit. Kemi ardhur 20 studenta pi bursës, Bursa Teknik Üniversitesi. Edhe 3 profesora jenë me ne bashkë, edhe jemi vllaznuar Bursa Teknik Üniversitesi, edhe Nona Teresa, edhe studenta ka arkitekt pi Nona Teresa, pi fakulteti i arkitektura. Na e kemi një dert e kemi, për Qarshin e Shkupit, se jeta ishte në Qarshi, zemra ishte Qarshia e qytetit. Na që një vjetet e ka për urbanizmin e Po e bëni Shkupit. projektin, po, për urbanizimin e Qarshisë, po, projektin e Qarshisë, master planin e Shkupit, e Çajirit, e bojmë dysa profesionale bashkë me një ekip, edhe që 2 ditë, sat e 3ta ditë, bashk Qarshin e vizitojmë, problemet i marrëm me kryetarin e Qarshis, me Bujar Bejin bashk jemi. Bujar Dullovi, po. Me Gjavit Bej, me arkitekti Gjavit Bejin jemi takuat. Qarshia ishte si shtëpia kemi në për dysa dhoma. Një dhomë e kemi në shtëpi për misafir. Aty i kemi teshet krejt më të mirë, më të bukur që ka jenë, kur të vine misafiri, ta prisem me të miret krejt. Qarshia e qytetit ishte si shtëpia që ka kemi atë dhomën për misafir. Per ande... Ashtu e konsideroni, ja? Po, ashtu e mendojmë na. Ashtu e kujtojmë, ashtu e projektojmë, da projektojmë, të ishte Qarshia ishte madhe. Qarshia e Shkupit ishte në Balkan, Qarshi ma madhe. Kundra Qarshis Gjakoves, kundra Qarshia e Korçës, kundra e Bosnës, shumë ma madhe ishte Qarshia e Shkupit. Perende ka edhe dysa problema ka për urbanizm problem, ka për kanalizim, për kamera, për restorim. Çështje prioritare që duhet të jenë thelb i këtij projekti, besoj? Çështjena parenere, ata problemet analiz i bojnë, ata i marrëm
vesh se çka duhet. Edhe ma përpara disa takim ishtë botun, afer 13 pika, një kohë i kenë kallëzuar kryeministrit, qytetit bashkisë Shkupit, komunes, dhe teshtina për qashin, mundona ta zhvillojmë, ta pastrojmë, me urbanizëm, me arkitektura, me çka senda duhet, për qashin mundona. Dysa fonda ka edhe për Navrup, edhe për në Tyrkije, edhe UNESCO ishtë për krejt botën, për kulturore area, si i thonë, për zonin e qashis, edhe me ata dhe mundona, edhe një 2 ditë, 3 ditë këtu dhe jemi, masinin dhe shkojmë, dhe mendojmë, Do e hartoni planin, kuptohet. Ju përmendët që keni ardhur një ekip nga bursa e Turqisë me shumë studentë, të cilët shpresoj që dhe besoj që i ka pëlqyer Qarshia, meqense besoj që është hera e parë që e kanë vizituar apo. Si ju duk dhe çfarë po thonë ato? Sa do ju ndihmojnë juve për t'ju bashkangjitur ideve tuaja në fakt për realizimin e këtyre projekteve? Ka studenta janë. Pare njerë kënë ardhën në Shkup, krejt mendojnë, thanë se bursa edhe Shkupi janë të ngjajshme? Ista, njësoj. Po, janë të ngjajshme. Sukur në kuti që ka shef veten, se bursa edhe Shkupi përande jenë vllaznuat. Universita Nona Teresa edhe Bursa Teknik Universiteti përande janë bashkuat, në që afer 20 vjetet e ka, përande me qajirin edhe komuna Bursa janë vllaznuat, munden se ka në Brus ma shumë Shkupjan se në Shkup, se Bursa i ka afer 4 milion banor. Qarshia ishte e madhe, sukur Qarshia e Shkupit, edhe Bursa edhe Shkupi për gjithë sende gjanë, njësoj ishte. Problemet ista i kemi, përande, inshallah, në Qarshi, në Shkup, dysa puna të mirë për Tergavin, për poplin, për kulturoren, për gjithë send dhe boret mirë. Sa mirë, më pëlqen që... Ama shqypa se po, aty të ishta të ndërlidhe. Po, ju me origin jeni nga Shkupi, por që jetoni dhe veproni atje, por që nuk keni haruar edhe gjuhën shqipe, vazhdoni ta kultivoni këtë gjuhë, me qënëse keni gjuhë që jeni rritur besoj dhe që keni lindur në fakt që e keni originën edhe nga këtu. Po, më thuaj, Qarshia, sa mendon se nuk duhet t'i humb ajo vlera kulturore, trashëgimtare dhe e vjetër që kur të modernizohet ta ketë atë stilin e vjetër që duhet ta ketë Qarshia? Pi Shkupit me marrë me hek Qarshin, në Shkup njerëzit zvin për vardarin ose për matke. Po pra. Edhe në Bosën ashtu. Në pi Bosës, pi Sarajevës me hekun bashkë Qarshin, nuk shkon njerëzit për jashtë, turistit nuk vinë për kodrën Igman. Edhe për Shkupin vinë për Qarshin. Si thamë fjallën e parë, zemrën e ka qyteti Qarshin. Kja Qarshia i ka afer 1000 dykana. Kja Qarshia ishtë në gjallun për 600 jetë për para. Na lypen të aqojmë edhe 600 jetë ma take. Përende edhe Pragu, edhe deren të eqelen, edhe me krejt kanë një detaj arkitekture. Këta me i menduet mirë, me i kujtuet mirë, pa ashtu me e ngucun, me e mprekun, me e ndreshuet, se kja një vend gjdotna, një vend nuk ishtë, një lagje gjdotna nuk ishtë, krejt me i kujtuet mirë, me profesionela,
me arkitekt, me urbanist, me art, edhe me gjithë send, edhe me ekonomi. Kur të vine turisti, lypen të rine këtu nuk një dit, pa enë ma pak një 2-3 net lypen, 2-3 dit, këtu të jetonja në Shkup të rine. Këtu të boret të poplit vinë ala ma shumë, se qashia e Shkupit ishte qashia ma madhe në Balkan, qashia ma historikisht në Balkan, qashia e Shkupit ishte zemra e qytetit të Shkupit. Mendoni që do jetë më e vështirë për juve pastaj për të mos ja humbur origjinalitetin e Qarshis, për ta modernizuar në një formë në projektin tuaj urbanistik, por pa i humbur asnjëherë origjinalitetin? Do mundoheni që ta ruani? Po, arkitektura atë e lypen, urbanizmi atë e lypen, edhe të shtiqka kemi gupin e Shkupit ose detaj plan e Shkupit e Qarshis, atë e mundan, atë e kujtan, ama njerëzit kundra puna ditë për ditë qka i duhet, dyse ere munden të aprishne, ama e ka temelin, forcin, e ka të mire ka, original e ka, la shumë nuk ishtë prishun. Ama me gjithë profesional ekipet bashk me menduhet mirë, edhe me esnafet bashk me punuhet, këtu qka janë ata krejt ata aktërët në Qarshi, me ata bashk me u kujtuhet, me punuhet, me komunet, me Ministrien e Kulturores, me Ministrien e Transportit, me gjithë krejt që ka janë për kitë pun, delegacion, ose punëtor, me ata bashk me menduhet, me punuhet. Mirë me u kujtuhet, se kja Qarshia e kemi në miras, Shqipësadisi, i thonë miras, pidetve kam betën neve, këto Qarshia me ratun, qyteti bije. Qarshia me unë që dua ta ruajmë me shumë fanatizëm. Qyteti ne datë paprojnja la ma shumë, Qarshien ta kete ndorë të mirë. Po, si një aset duhet ta ruajmë kulturor që e kemi mbi gjitha. A parashikohen hapësirat e reja publike apo zona për këmbësor në projektin tuaj, i nderuar? Qarshi i kemi në Kurshundahan. Kurshundahan. Ishtë një ndërtesë e madhe aja. E mendojmë të boret kulturore për trit, gençlik merkezi. Ose Suluhan, një dere ka fshel. Ose Kapanhan, ishtë dobet shumë. Lupen ajat me të lidhet me shpirtin e Qarshis. Ata nuk janë shumë bashmirë të lidhun. Ose janë ata në kala në altë, vilajet konaklërë. Ata ndërteset, ata ala në Qarshi, me Qarshien nuk janë lidhun. Ose rrugët, ose dritet ka nuk, dysa venda janë botën, ala lypen të boren mirë. Ose esnafi që ka i kanë ata tablet për dykjanit, ata si i ka pëlqyet esnafit, ashtu jenë botën. Që do të duhet të ketë regula strikte që mos t'i humbë originalitetit dhe të jenë të gjitha njësoj, besoj. Po, edhe për jashtet të fasadet ka dysa problema. Esnafi, kur të shkonje në komun ose në ministri, lypen ta kete në dorë hedije pi shtetit, pi komunes, pi ministris, hedije ta kete projektin. Qka dhe bojnje, si dhe bojnje, mas mundohet për projekt, mas mundohet për ka nuk ata t'i hecne, ata të shtetit, ose ata shpijet, ata deret mas i hecne. Qëfar përvojë nga qytetet turke i nderuar mund të aplikohet në Çajer dhe në Qarshi, në Shkupit? Turkie, Brusa ose Stamboli, një soj, një kohë, një vaket jemi si qytet, si jemi bashkuet, ka edhe në Turkie ka qeshit fonda, qeshit bashkije, qeshit
munden edhe qytetet munden me u bashkuet me Qarshien e Shkupit, me Qarshien e Bursës, esnafi i Bursës, esnafi i Shkupit munden të bashkohen me ata, edhe ata munden sukur të shti qka ban urin e Gurit, Esenler, komuna Esenler, aja dritet divene. Ose na një vaket kitë Pashajit bejnë me komuna e Bursës, me komuna e Qajirit, e enka bashkë e kemi restorim e kemi botun, ose dysa kjera venda qka e kemi botun, i kemi restorim e kemi botun, edhe këto ata ke munden të bashkohen këta komunet, ministrijet, universitet, edhe munden për Shkupin, për Bursën, për krajt, për poplin, për kulturin e jynë. Munden të punojnë bashkë. Në qartë për fund, cili është mesazhi dhe kur pritet të jetë i përfunduar ky projekt? Na ta dimi se guri, druni nuk ka shpirt. Shpirti vjen pi njerëzit, pi poplit, pi bashkis, pi vllaznis. Na jemi bashk një kultur, një soj. Atë poplit adin, edhe na atë për të bot për në Qarshi Tergavi, si ish botën një kohë, 600 jetë për para në Shkup, në Qarshi të Shkupit, edhe në Brus ashtu ish botën. Esnafi, me një kultur, me një idea ka punuet në për rrugët. Atë kulturin të ngjallin, se guri, druni munden të restorim të boret edhe 100 jetë mëse ndihem. Ama atë felsefen mëse hupim felsefin e Qarshise. Qarshia e ka felsefen, idean, identitetin e vetë. E vetë e ka, atë të mbaj. Na edhimi se në Qarshi e Shkupit, kur vin një njerë, qka fejet jetë e lejete, ai ishtë aty me dashni, me huzurisht. Aty nuk e mashtrojnë, nuk e pështërsojnë, nuk e largojnë. Në Qarshi ishtë si në shpit vete, si të dhoma për misafiret qka ishtë. Ashtu ta din, ashtu na popin, pi krejt ka të vine levine. Ndesh pi Meksika levine, ndesh pi Stambollit, ndesh pi Shkodrës ka të vine levine. A njeri ta dine se unë jem këtu me i knaqun, jem Qarshi. Që do të thotë mikpritja është e rëndësishme në këtë rast. Ne jemi shumë mikpritës dhe në Qarshinë gjithmonë kemi këtë frymë të mikpritjes, duke nisur kështu edhe nga esnafi i Qarshis, kryetari në fakt Bujar Dullovi dhe të gjithë të tjerë që janë këtu. Por dëshirojmë që të jetë edhe më bukur kuptohet, që të kemi më shumë vizitorë dhe të na vinë edhe nga vetet e largta pikërisht për të vizituar edhe Qarshinë e vjetër Shkupit. Po na edhe këta studentet atë e morën vesh. Na jemi shumë i kënaqur, tu se jemi sikur në Brus, ose jemi si në Stamboll. Atë frymen, atë idean e muarën. Edhe na gje me arkitekti Gjavit Bejn, ose me Bujar Bejn, atë frymë e muarën. Po, urojmë që sa më shpejt të zhvillohet dhe të realizohen Inshallah, kja puna dhe boret bashkë. Nuk boret veqe me arkitekt ose me urbanist. Dhe boret me esnafin, me krejt poplin që ka jenë këtu, me shkupjonet, me krejt. Faleminderit shumë që ishit prezent. Tem falni se shqipen unë ka pak e kam. Jo, shumë mirë ju kuptuam, ishte shumë kënaqësi që të ndajmë këtë mëngjes së bashku nga zemra e Qarshisë së Shkupit për të dhënë shumë informacione rreth projektit urbanistik të Qarshisë dhe Qajirit, ashtu siç ka premtuar edhe kryetari i komunës Izet Mexhiti, ndërkohë që urojmë sa më shpejt të realizohet dhe të jemi sa më shumë të pranishëm në Qarshinë edhe ne, edhe mysafir nga Turqia, pse jo, të vinë special për ta vizituar Qarshinë, edhe pse Qarshia vizitohet çdo herë, po për të vizituar edhe më shumë duhet pak të investuar dhe të kemi një arsye më tepër pastaj. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur miq, ne këtu po e përmbyllim këtë bisedë me ideatorin e projektit masterplanit për Qarshinë dhe Qajirin, zoti Bajram Vardar, i cili na vjen nga Bursa dhe që është i pranishëm këtu në Shkup tani e 3 ditë për të parë nga afër Qarshinë, për ta vizituar dhe për ta bërë masterplanin i cili do jetë, besoj se shpejt, ndryshime
të mëdha na presin në Qarshinë e Shkupit. Studio? Po, Aida, ishte një bisedë shumë e këndshme, informacione shumë të bukura, ashtu si që e tham në fillim, dojo ketë surpriza për të gjithë ata të cilët e duan Qajirin, po ashtu edhe vizitorët që e duan Qarshin.